Elia Zaharias sqaron pse e mban ende mbiemrin Zogu. Elia Zaharia ka reaguar pas pyetjeve të shumta mbi përdorimin e mbiemrit Zogu në rrjetet sociale, edhe pse ka kaluar më shumë se një vit nga divorcimi i saj nga Prince Leka. Përmes një videoje të shpërndar në rrjet, ajo shpjegoi se bëhet fjalë për një çështje krejtësisht teknike, të cilën ka tentuar ta zgjidhë për një kohë të gjatë pa sukses. E mbaj akoma mbiemrin Zogu sepse nuk hiqet. Kam mbi 2 vite që përpiqem, në më shumë se 3 kompani shumë të njohura, ta ndryshoj dhe nuk funksionon. Nuk e di çfarë e bllokon. Është diçka teknike që edhe ekipet e Instagramit dhe Facebookut nuk po japin drejtim. Nuk ka të bëj fare me dëshirën apo vullnetin tim, u shpreh Zaharia. Ajo shtoi se në çdo aktivitet profesional përdor gjithmonë mbiemrin Zaharia dhe se për momentin përdorimi i Zogu mund të shihet thjesht si një referencë për vajzën e saj, Geraldinën. Zaharia theksoi se nuk ka asnjë lidhje me marrëdhëniet personale apo qëllime të tjera, por është një pengesë teknike e rrjeteve sociale. Ky sqarim vjen pas interesit të medias dhe publikut duke hequr çdo spekulim rreth divorcit dhe mbiemrit të saj.